Kush është vrasësi profesionist shqiptar që fshihen në Britani duke u hequr si bletar? Media britanike Daily Mail ka kushtuar një artikull një shtetas shqiptar të akuzuar si vrasës profesionist me pagesë, i cili dyshohet se u fsheh për rreth 2 vite në Mbretërinë e Bashkuar duke u paraqitur si bletar për t'u shmangur drejtësisë shqiptare. Sipas Daily Mail, bëhet fjalë për Ronens Lalën, 48 vjeç, i cili akuzohet se ka porositur një vrasje si pjesë e një gjakmarrje në Shqipëri. Ai u arrestua në qershor të vitit kaluar pasi autoritetet shqiptare lokalizuan në Britani dhe lëshuan një kërkesë për ekstradim. Një vrasës profesionist me pagesë, i akuzuar për porositjen e një vrasje si pjesë e një gjakmarrje në Shqipëri, do dërgohet përsëri në Shqipëri pasi ka jetuar 2 vjet në Britani pa u zbuluar. Lorenz Lala, 48 vjeç, pretendoi se ishte bletar kur arrestua në qershor të vitit kaluar pasi autoritetet shqiptare gjurmuan në Mbretërinë e Bashkuar dhe lëshuan një urdhër për ekstradim. Ai dyshohet se ka organizuar një pagesë 42.000 poundësh për vrasjen e Albi Bashalliut si hakmarrje për vrasjen e një personi tjetër në fshatin Gjocaj. Mësohet se Lala është larguar nga Shqipëria drejt Britanisë me bindjen se do ishte në vend të sigurt jashtë mundësisë zbatimit të urdhrit evropian të arrestit. Ai mbritën në Mbretërinë e Bashkuar me një fluturim të British Airways në gusht të 2023, ndërsa bashkëshortja e tij aplikoi më vonë për vizë si punëtore kualifikuar në sektorin e kujdesit shëndetësor. Lala u paraqit në gjykatën e magjistraturës në Westminster ku pranoi ekstradimin e tij nga Britania drejt Shqipërisë.